Dje në ora 13:35 në stacionin policor Gallat, personi HD, 62 vjeç nga fshati Senokos i Gosivarit, ka denoncuar se me 12 dhjetor rreth orës 15:30 derisa po lëvizte me traktorin e tij në rrugën rajonale në fshatin Senokos, personi MO nga po i njëjti fshat e ka goditur me sen të fortë xhamin e pasëm të kabinës së traktorit duke e thyer atë. Pas kësaj MO së bashku me disa persona të tjerë e kanë sulmuar denoncuesin me sende të forta, po merren masa për zbardhjen e rastit. Dje në orën 15:15 zyrtar policor nga Njësia për Sigurinë në Trafikun Rrugor në Gosivar kanë privuar nga liria personin AU, 50 vjeç nga fshati Zdujnë e Gosivarit, pasi që i njëjti sjell në mënyrë agresive ndaj tyre gjatë kryerjes së detyrës zyrtare. Pas dokumentimit të rastit, ndaj tij do të përgatitet parashtresë përkatëse. Mbrëm në ora 23:55 në Gosivar, zyrtar policor nga stacioni policor në Gosivar kanë privuar nga liria personin SM, 29 vjeç nga Gosivari. Ai është denoncuar nga bashkëshortja e tij se e ka sulmuar fizikisht dhe ka kërcënuar me një mjet të mprehtë. Personi është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit do të përgatitet parashtresë përkatëse. Dje në ora 12:06 në sektorin për punë të brendshme Tetov është denoncuar se në rrugën Ilinden në Gosivar ka marrë zjarr një automjet transportues MAN me targa të Tetovës, i drejtuar nga LA, 38 vjeç nga Tetova. Nuk ka pasur persona të lënduar, ndërsa zjarri është shuar nga Njësia Territoriale kundër zjarrit në Gosivar. Hetimin në vendin e ngjarjes e ka kryer ekipi i policisë së Gosivarit.